Në zonën e Skelës, pranë pedonales që ndan portin me hyrjen e Lungomares, urat e zeza vjojnë të derdhe në det, duke ngritur shqetësime serioze për ndotjen mjedisore dhe rrezikun për shëndetin publik. Pikërisht hapësira poshtë strukturës së betonit, që shfaqet edhe në pamje, është kthyer në pikën ku përfundojnë urat e ndotura që më pas derdhen direkt në det. Banorët dhe bizneset që operojnë prej vitesh në këtë zonë tregojnë se problemi nuk është i ri. Sipas tyre, disa vite më parë kjo dali ishte mbyllur dhe urat e zeza ishin devijuar drejt rrjetit të kanalizimeve, duke shmangur ndotjen e vijës bregdetare. Por së fundmi, situata është rikthyer sërish, ndërsa urat e ndotura po derdhen hapur në det, në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Ky kanal përmbledh urat e zeza të një pjese të konsiderueshme të zonës së Skelës, të cilat tashmë shkarkohen në këtë hapësirë, duke krijuar jo vetëm ndotje të dukshme, por edhe një problem të madh mjedisor në këtë sezon turistik. Era e rëndë ndihet vazhdimisht në të gjithë zonën përreth, ndërsa situata bëhet edhe më shqetësuese në ditët me dallg, kur ujërat përhapen më tej përgjatë Bregdetit. Bizneset shprehen të alarmuara pas një situate të tillë ndikon drejt për drejt edhe tek imazhi turistik i qytetit. Sipas tyre, vizitorët që frekuentojnë zonën përballen jo vetëm me pamje të papërshtatshme, por edhe me aromën e rëndë që përhapen në ajër, duke krijuar një perceptim negativ për një nga hapësirat më të rëndësishme turistike të Vlorës. Nga ana tjetër, banorët e konsiderojnë këtë kanal një burim të përhershëm infeksioni. Ata thonë se gjatë mbrëmjeve dhe ditëve të nxehta shtohet ndjeshëm edhe prania e mushkonjave, ndërsa frika për përhapjen e ndotjes mbetet e lartë. Banorët dhe përfaqësues të bizneseve i bëjnë thirrje Bashkisë së Vlorës dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë për mbylljen e këtij kanali dhe rikthimin e urave të zeza në rrjetin e kanalizimeve. Ata kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme, duke theksuar se ndotja dëmton jo vetëm mjedisin dhe shëndetin publik, por edhe imazhin e Vlorës në prag të sezonit veror.